Si po i gjen fundi i vitit familjes shqiptare? Shohim këto ditë rëndom ministra zyrtare qeveritar që janë turur për të bërë propagandë madhe me lëmoshën e fund vitit që po japin pensionistëve e familjeve shqiptare. Ajo është asgjë, është një pikë ujë në oqeanin e madh të korrupsionit e të fondeve publike që po ekspozohen çdo ditë. E kujtojnë se do lajnë mëkatet e tyre me atë pagesë minimale që po japin pensionistëve e familjeve në nevojë në këtë fund vit. Familjet shqiptare sot ndodhen në krizë, në një krizë të ekonomisë që ka vite që përshfaqet, në një krizë që vjen me çmimet e rritura deri në 60%, që vjen me 40% buxhetit që shkon për ushqime, me çmime të rritura pothuajse në të gjithë sektorët e ekonomisë. Një krizë e cila vjen nga sistemi i ngritur nga kjo qeveri, i cili vjen nga sistemi që sot fatkeqësisht është duke u përshfaqur në çdo dosje që po lexohet, nga taksa korrupsionit te rrugët, te energjia, tek industria, tek teknologjia e informacionit, nga taksa korrupsionit që është kthyer në normë, që nuk lejon pensionet të rriten, që nuk lejon familjet shqiptare të kenë një jetesë dinjitoze. Këtë sistem duhet ndryshojmë. Kjo qeveri nuk ka më çfarë të ofrojë. Nuk ka legjitimitet, është delegitimuar për të bërë politika ekonomike, kishte kohë, kishte mundësi, nuk i bëri. Mendoj në çdo rast, në çdo mundësi, vetëm për pakicën, jo për shumicën. Këtë sistem duhet ndryshojmë. Sistemin që ka kapur sot fytin ekonomisë e nuk po i lë familjes shqiptare të jetojnë me dinjitet.